Fëmijët lindin të pafajshëm. Si ti edukojsh, ashtu edhe bëhen. Në arsim më së shumti, sa për mendimin tim, paga duhet me pas mësusat, pas të arsimtarët edhe matutje. Atena është e kundërta. Ai cili ligjeron në fakultet, unë e kuptoj se vetë e kum përfundu me shumë djers. Por edukata dhe diçka që e kalon kufirin e edukates, ajo është mirësjellja, i cila nuk blehet, por është me lindur, është edhe nga mësusja. Fëmiu si të edukojsh, si t'ja japish dorën, edhe ja jep një përqafim, edhe dashuri, fëmia ashtu edhe rritet. Pavarësisht se në shtëpi, për shembull, kanë shumë probleme me të cilat edhe une i kum taku, dhe për atë arsye du arsimin, se ti si ti e mësimdhënësi i mirë, edhe si ti japish dashuri fëmijës, edhe kur t'i bojsh gati 70 vite si une që jam gati afer, kënaqësia ma e madhe është kur e takon një nxënës edhe nuk e nje, por ai ty të nje. Edhe thot, arsimtare, një përqafim vetëm, a e dini sa më kini ndihmu në jetë. Ajo është dhurata ma e madhe. Nuk paguhet asgjë, nuk të duhet as deti, as unaza, asgjë. Një përqafim i tillë, i sinqert, i një fëmijut, i cili është burr ose gru, ajo është dhurata ma e madhe e jetës. Se jeta po zgjatë, po ajo një moment edhe ndalet. Jeta e saj është e mbushur me kujtime, me sfida, me përkushtim. Sot, ajo e gjen forcën te Pilates. Më e rënda në profesionin tim ka qenë kur kum dëgju lajmin se ndonjë nxënës ka bo ndeshje, ka humb jetën, ose ka vra dikush, ose diçka të tillë. Ajo ka qenë për mua shumë tragjedi e madhe, edhe më besoni se sot në këtë ditë kanë kalu disa vite pri largimit nga kjo botë disa nxënësve, ende më djeg lukthi, edhe gjithmonë po them, nuk është koha e tyre, është koha e jonë me shku. Koha e tyre është për me jetu, për me kriju jetë. E çka po ndodhë nuk mund e me ditë. Asbia nuk e nje fjalën vonohet. Ajo beson se kur nuk është tepër vonë për të filluar diçka të re. Çka është suksesi ma i madh se jem gjallë, se jam shëndosh në vend të parë, se i kam fëmijët të shëndosh edhe rrethin të cilët e njoh unë edhe pa e njoft janë mirë me shëndet. Suksesi im i madh është edhe Pilates. Dihet si është kriju, të gjithë më duket se edhe zogjët në këtë park e dinë se si pas njeriu cili ka pas probleme të shpinës, edhe si pas ti, biemrit të ti është dhënë edhe Pilates, cili ka filluar për vetveten pa kushtrimet dhe pastaj ka vazhdu edhe me shokët e ti për me mujt me arrit suksesin. Suksesi im tjetri shumë i madh është që dy djemtë mi i mirën me Pilates dhe shpresoj se unë si nanë mundem me thënë se janë të suksesshëm, por flasin kandidatë të tjerë të cilët thojnë i ke fëmijët shumë të mirë. Ajo e mira është kur fëmiu koncentrohet në çdo kandidat enkas, pavarësisht a janë 10 në sallë, a janë 5 ose 1 në sallë. Do me thënë, çdo krijesë njerëzore është shumë e vlefshme.